Para disa ditësh unë bëra një post ku dhe kërkoja mendimin tuaj në lidhje me një markë të mirë, me një linjë të mirë skincare-i, edhe do ta falenderoj këtë gocën këtu për të gjitha markat edhe për të gjitha eksperiencat e saj që ka ndarë, dhe jo vetëm këtë gocën, por që të gjitha gocat, që të gjitha vajzat, që të gjitha shoqet e mia që më ndanë eksperiencat e tyre me mua dhe më sugjeruan sipas tyre produktin më të mirë për fytyrën, linjën më të mirë për fytyrën. Patjetër që unë kam bërë zgjedhjen time tashmë. E mendoj se e meriton një kthim përgjigje nga ana ime. Unë kam bërë zgjedhjen time. Kam gjetur linjën e CeraVe. Tashmë po bëj 5 ditë, 6 ditë që i kam përdorur që të dyja produktet. Mora këtë larsin për fytyrë të thatë, edhe gjithashtu kremin hidratant me mbrojtje 30 ndaj diellit me SPF 30. Edhe mendoj se deri tani nga ime e ka pranuar më së miri dhe mendoj se kam bërë zgjedhjen e duhur. Se zgjodha linjën e CeraVe-s? Sipas kërkimeve të mia dhe revieweve të mia, unë i analizova që të gjitha markat që gocat më kishin thënë në koment. Unë futa në internet dhe bëra të kërkimet e mia dhe linja e CeraVe-s kishte review më pozitive në krahasim me të gjitha markat e tjera, pavarësisht që pash edhe raportin cilësi çmim sipas revieweve, edhe sasinë dhe çdo gjë tjetër. Linja e CeraVe-s është përbërë nga 3 lloje ceramides së ndryshme, të cilat bëjnë të mundur përmirësimin e lëkurës. Dhe të them të vërtetën, larsi, është lars normal, ma lë fytyrën të hidratuar, jo ndonjë gjë wow, ama kremi hidratant është i preferuari im, e vendos në mëngjes, realisht, edhe është deri në darkë sa unë e laj fytyrën, është ende aty. Ma lë fytyrën si të butë, nuk ma acaron, jo të thatë, sepse problemi im me fytyrën ishte se unë e kisha shumë të thatë. Edhe çfarë ndodh tani? Se s'është se po them ndonjë shpikje, po thjesht këto dy produkte kanë pasur këtë lloj impakti te unë. Tani, ky hidratanti thjesht sikur ma lë aq të lëmuar, si të thuar si një shtresë, si smooth. E keni parasysh të filtrin këtu që të vendos TikToku automatikisht në mënyrën që ti vendos të bësh video, si një smooth të lehtë, njëkohësisht edhe të hidratuar, pra nuk t'i bllokon poret, që mua më ka pëlqyer shumë dhe e ndjej atë freskinë gjatë gjithë ditës, dhe më e rëndësishme nuk ka aromë dhe nuk është sticky. Unë e mora me 30 SPF, duke qenë se është akoma dimër, po është sigurt që këtë produktin këtu nuk kam për ta ndruar. Një nga fiksimet e mia është që t'i mbaj produktet në kuti. Nuk gënjej që kam përdorur. Është super i mirë. Dhe nëse po kërkoni një hidratant të mirë, flas për vajzat me fytyrë të thatë, ky është super. Pacim!